والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu I cili na krijoi, na përsosi si krijesa me mendje të shnosh, në trup shnosh. Kurse paqja që mbi Muhamedit, besnikun, të dashurin, babain, krijesën e zgjedhur në të rregullin toksor. Falenderojmë Allahun suprem I cili na mundsoi që ta përjetojmë edhe këtë Kurban Bajram, se dikuj ndoshta Allahu s'e ka mundsuar me përjetu, sepse ka ndurije dhe ka shku në botën e përtejme, dhe Allahu alem, Zoti dhe mas miri se si është gjendja e tij. Gjendja e tij, pra se si do të gjykohet ai njeri, për arsye se vepra është faktori determinizues I cili pra tregon, pra është një indikator, është një tregues se robi a do të shkojë në xhenet apo në xhehenem. Dhe lutem Zotin që anëtarët e familjeve tona t'i bëjë banorëve të xhenetit. Dhe po ashtu fisin tonë njerëz që na rrethojnë që janë edhe jashtë rrugës, pra që t'i kthehen rrugës. Një dietar, një kolos I lapsit të letrës ka folur për këtë shenja dhe ka thonë që ai njeri I cili niset një rrugë drejt, pra siratal mustaqim, ai njeri pra me të vërtet do ta gjejë udhëzimin. Kërkoni pra dhe do ta gjeni. Kërkoni udhëzimin dhe Allah do t'ja jap. Thuni namaz Zotit ihdina siratal mustaqim. Udhëzona, përforcona në rrugën e drejtë, në rrugën e siddiqinëve, në rrugën e shuhedave. Andaj besimtar, kjo është festa Kurban Bajramit, pra, cilën ka thonë pejgamberi Muhammed alayhis salam, keni dy festa. Ato dy festa janë, pra, Fitr Bajrami, Bajrami I Madh që mbyllet kapaku pas agjerimit dhe falet Bajrami I Madh, por edhe Kurban Bajrami që u përmenda një surë mjaft interesante ku thotë Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tajnaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Pra, sigurisht besimtarë ndershëm, thotë dhe prej kurban për hir të Allahut, dhe fal namaz, fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Pra, prej kurban, fal namaz dhe prej kurban për hir të Allahut. Kul inna salati wal nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi, kurbani, jeta ime, vdekja ime, çdo gjë që posedoj, është thjesht për Zotin, për Allahun, I cili ka kriju këtë univers. I cili mban këtë qiell pa shtylla, ju e shihni këtë xhami ka nevojë për shtylla, pra, shtylla mbajtëse, mure mbajtëse, kurse ky qiell është pa shtylla. E mban Allahu, e mban krijuesi, Zoti I njerëzimit, Zoti bota, Rabbul Alamin, Zoti bota, bota bimore, bota shtazore, bota dukshme, bota e padukshme. Dhe kur përmenda gjykimi in Allahi sariul hisab, sa gjykat si mirë është Allahu, kur përmenda gjykimi do të na zërë të gjithë. Inna lil hukmi illa lillah, sa gjykat si mirë është Allahu xhalla shanuhu. Po për çfarë do të gjykohemi? Do të gjykohemi për një hadith që ka thënë Muhamedi alayhis salam. Ka thënë Rasuli, "Buniya al-Islamu ala khams: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان."
Këto janë përshtylla të Islamit. Hajjul bejt. Çka është bejt? Çka është hajj? El-hajjul mabrur. Çka është haxhi i pranuar që ka thënë pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam? Sot pra, pikërisht sot po flasim, 10 vjet që ishte dita e Arafatit. Me miliona nga gjitha kandet, nga gjitha anët e botës mbledhen në Mekë. Veçate, nga dishun arabik, mbledhen pej Azis, pej Afrikës, pej Evropës, pej Ballkanit, pej Shqipërisë, pej Kosovës, pej Maqedonisë, pej gjithë rruzullit toksor, me miliona vetë tonë, lebejk Allahumma lebejk, la sharika lak. O Allah, përgjigjemi ty, ti nuk je shok, ti nuk je shok, ti nuk je shok, ti je një. Vetëm ti duhet të adhuru, vetëm në Allahun duhet betu, vetëm Zotin duhet të adhuru, ati namazi duhet të bën, ati gjinimi duhet të bën. Allah në dëshanë e dënë besimtarin, e dënë njëri që e ka lidhë zemrën e tij me Krijuesin, me Zotin e gjithësisë. A keni pa njëri në përditshmërinë, po flas në përditshmërinë tonë, sigurisht që njëri ka shumë musibete, periudhime ndryshme, vdekje, dasëm, gëzim, idhnim, po sabri, thot Allahu në Kur'an, inna Allahe ma'as sabirin. Allahu është me dërimtarët. Wa bashiri sabirin, dhe përgëzoj dërimtarët. Andaj, ky din, kjo fe, ky islam, është i madh. Një dietar islam ka thënë që flas për madhurinë e këtij dini. Me 10 tjetra xhami po ndërtohen në këtë malsi. Por na nuk kena të morë mësim hala si duket. Na si duket nuk kena të ditë që kjo malsi ka pas 27 xhami. Ka pas imam dhe xhallar që në shku dhe në plavë në Mursia, në Shkup e Maqedoni. Kanë shku për me përhap këtë fe e për me mbajt këtë atë. Na nuk kena të ditë, haxhalina në gjumë, si shtot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, an-nasu niyam. Idha matu intabahu. Njerëzit janë gjumë. Njerëzit janë gjumë. Kur të vdesin, pra, kur të vdesin ju dhe gjumi. Dhe sigurisht, pra, kur në zënë vdekja ka me në dojtë gjumi, se, pra, prandaj, kur të vdesin, pra, për të dojtë gjumi, për arsye se atër keme kuptu se fillon dita llogaris, pra fillon takimi me Zotin, edhe prandaj njerëzit duhet ta dinë se kanë ardhur për një qëllim në dunja, qëllimi është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pra unë nuk i kam krijuar xhenet dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë mua. E koncepti adhurim ne kemi shpjeguar disa gjërime, disa takime, koncepti adhurim në kupton në nështrim bindje ndaj sovranit. E kush ka sovranit? Në i presidenta, në i diçka, jo, sovrani është Allahu, është krijuesi i kozmosit, është krijuesi i qive, i tokëve, është Allahu xhaleshanuhu, i cili pra sigurisht eleni khaliqu kulli shay, është krijuesi i çdo gjëje. Dhe në shëtitjet e mia, në udhëtimet e mia që kam bërë në Evropën, në Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, fshatrat tona, në vendinjen tonë, kam arrit me kuptu se era po vjen tjetër qysh. Na e thonë po vjen era islam. Xhamit, njerëzit po i kthehen fesë. Ju e dini çka kena hek na desa është mbyll çdo xhami, është katur çdo xhami, është prish çdo gjë, është rënë çdo gjë. Çdo institucion është prish për ato objektet ku madhrohet Zoti, përmendet Zoti, ku vijnë me lajke, ku prezantojnë me lekt që janë krijesa për dritet pa gabueshme, vende ku edukohet fëmia jonë, vende ku xhami e merr
edukatën, qysh me respektu nënën e babën, qysh me meru fisin, qysh me vizitu Farafisllahun, si thot pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, wasilul arham, dhe vizitoni fisin, akrabullahun. Majni lidhje farafislore. A keni pa njëri i cili ka çrregullim familjar në familjen e tij? A keni pa? Nuk shkon kur me pa miqën e vet, dajën e vet, hallën e vet, tezën e vet, njerëzën e vet. So mirë as me nënën e vet, as me babën e vet. Po ai mas pari so mirë as me veten e vet. Ha? Ai ka probleme me veten e vet, kur ai nuk e din ku ka nënë, ku ka babë. Kur nuk e ndërën nënën, kur një njeri erdhi te Muhamedi alayhis salam, njeriu më i fuqishëm rruzull toksor, që thot Zoti për ta në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ai ka ardhur mëshirë për bën njerëzimin. Subhanallahu, pra është muhabit e mujudit. Pra, kur erdhi njëri tha, "Kush më shumë ti meriton mu kujdesun e ndaj saj?" Tha, "Kale thume men kale ummuk." Tha nëna jote 3 herë tha nëna jote. Kale thume men kale ebuk, tha pastaj baba jam. Unë kom tërgu një rast, një djetarit njoftur, Muhammed Mutawwil al-Sharabi. Ai ka qenë një djetar egiptian, edhe ka shkruar me 100 libra. Edhe e thirrin disa gra amerikane atje në Amerikë me majt një fjalim për gratë. Qysh gruaja me ndiku në shoqëni me edukimin e brezit, nanave. Edhe zbret për aeroportit. Kur zbret për aeroportit, ky ish 50 vjeç, nanën rreth 50 vjeçë. Edhe ky bëj mua nanën e vet, ajo nëse tu majt ai për grahin zbret në aeroport. Ja çoj makinën. Kur zbresin hin në odën apo në vendin ku do të majt e fjalimin. Edhe kjo pru ka i vlan që shtu me pi. Edhe çka ndodh? Piket pra. Sigurisht pra, edhe kur piket e fshin në vindet ky. Edhe i thot, çka është puna, çka është puna? I thot ajo gruaja, pra i thot, kush është kjo plak? Ha? Shtu i thot ajo gruaja. Thot vallai, thot kjo është plak. Kjo më në e. Edhe këto e prushëm. E marrë gjithë ku me ditë. Edhe pëse është kështë e vjetur në marrë se e du, si 2 dritat e syve të një. Ashtë nëna jenë. Edhe absolutisht pra, këto gratë tha s'ki nevojti me folë heqma. S'ki, e majtë të fjalimin të, me një vizje, me një protest, e kryte, ma beti. Tha nënat tona, që e shmon tha na? Tha nënat tona, tha i shtim, tha, i qojmë në zilë të beshve, Edhe tha, qka bojmë tjetër, tha, i lom nënat tona, tha, me dek, tha, në vetëmi. Vallaj ka kalzu një shëk jemi para 2 javë isha në Belgjik, një gjigjerat në për gjamit e Belgjikës, edhe në Bruxelles. Më ka të regu një rast shokus, një shok që punën këtë zjafes. Tha, kena hinë, tha, mrejta një shpija tje. Edhe tha, kur qenë tjera, tha, nëse si marë mirë, tha, shumë këshë me i fleatën e një. Tha, jo, vallaj, tha, po një grua, tha, plak, tha, ka deka, të kanë lanë fëmija, 8.000 në shtetë, kur këtu mos u interesu për nëmë dhe. Ka vdek, tha, edhe kish vdek, tha, kur des njëri ka herës, mrina fatin e ka pas telefonës kur gjë. Tha, edhe kish vdek, ka 17.000, tu mos u kujdes për njëri. E shka thëtë Zotin Kuran, thëtë mos ju thëni as uf, as of, as aji, si ja bojnë në këtu, prindit. O Zot mos e bia të kur që njëve me në bëhë shtu të mjeru. Pra ndaj për mos me orë e kur që me në bëhë të mjeru, që ashtu në du të me mësu Kurani, me lezu Kurani. Jo vesh me lezu si Raman, po me pas edhe në gjuhë Shqipe, në shtetë. Kurani me lezu e. Ju e dini që ka pojnë për shemë në krishterë. Ata gjithë ku e shkrujnë, për shemë ku hinë zyre të tyne e shkrujnë ka një pjesë të Biblës. Ose kompjuter e në desktop kompjuter e një verset biblik. Pra, në stadiume, imagina, një protestant në stadiume ka 500.000 vjeta vi dilëve. Në një gjumua kemë, e dhe shusht, kur shusht. Një baran e kemë
edhe shqysh kur shqysh. Dhe me thonë, mos mu di, pashaporte, një identitet tonë në shkrumë se i e musliman, një baramës se bashkë shkrumë. Një gjumë se falë. Ata krejt i ranë punë në ditën e dile, krejt shkojnë në kishë ose aty në barësit e tyne protestante. Edhe mojnë të tanë me ditën dore, mojnë ditën. Na sopi në sheshet, Malsi Gjakovës ke mërë të kushkurani. Me pati ko ke mërë të kushkurani talën me të. Disa për njëra të tatë. Talën të ku ka bo hoqë. Po në ko mërë bot hoqë e mu bo hoqë, po është puna sa është fjole e zotit, fjole e brendis. Po shqipare. Unë e kom kryjë edhe i fakultet e ekstra, e kom kryjë magistraturë, po e du fjete e respektaj. Edhe kërnojnë asje musliman. Sa është fe e miljarda njerëzve në bruzme të kësurë. Fe e miljarda njerëzve. Do me thonë, ti automatikisht, kur bësh musliman, ti automatikisht je i lidhur me miljarda njerëz. Je i fort në këtë rast, pse je i lidhur me miljarda njerëz, që do me thonë, nuk kanë i lidhur me miljarda njerëz. Në këta miljarda njerëz, me qindra me mjerë biznesmena, me qindra me mjerë doktora shkencave, ti s'po dëshke me posi ta, ose s'po dëshke me në shku për mas tyna, ti nëse s'do me shku mas kujtë më shku. Shikoni këtë gjami të bukur që keni këtë në fshat. Keni të bindur se këtë gjami është barur nga Arabia Saudite. Por në dërmjesus janë shqiptarë. Ata që kanë kryu shkollë dhe kanë shkrime për krymën e shkollës. Edhe, po mos kishin qënë të shqiptarë që i keni ju, pak, aqësoj kemi, nuk do t'ishte po kjo bukurëshë në fshatin ju. Andaj, gjithë të cili ko marrë pjesë, edhe kërë blok i fshatit, edhe ju dhe si banore, si fshatorë këtu, keni marrë pjesë, jeni mundu i fjallë mirë me thane, një mështetje, jemi sigur për këtë gjëna. Po, tash xhamia u ndërtu. E tash xhamia dënë ka jenë gjumove me orë. I di, është vëllaj, të na punë t'i ka rrët ditë gjumove. Të në gjumi i ka rrët shatë ditë gjumove. Të në punë t'ju ka nërgullu shatë ditë, të në biznesët shatë ditë i kam. Sa si ki vetën e të hanën të martë të mërgurë, shtume, dile. Pra, i ki 24 orë dispozicion. 24 orë, namazin po 5 minuta. 5 her 5, 25. 25 minuta kryusit, Zotit gjatësis nuk e përshta. Ti ka faqë Zotit dhe 23 minuta, do më thënë 23 orë e gjys plus 5 minuta. Pra, ti nuk je ka përshta Zotit tënë që të ka kryu në qofshin të falë. Të ka kryu edhe ta ka dhënë shpirtin në barkin e nëmës tamë. Pra ndaj, unë sot du të flasë për kurbanin, për dhe sa jemi kurban Bajram, e thash një jetë kuranor pra se dhe prej kurban për i Zotit të të Allah në Kur'an, kurbanin normal duhet të kanë i pastër, me kanë i rregullt, i pa shkum, i pa dëmtum, i pa qalum, jo i smut, me kanë bosh madhore si dhemi na, me thonë për këto gjane mlaja, viqat e këto qajmë, duhet me kanë 2 vjeqare këto tjera, dhe me të dashi këto, do me thonë mujnë edhe mosh madhut, edhe me kanë pra i rritun, i bëshën, edhe i bajtun, nga kuptimit, me thonë se nuk bëhet kurbani, me po kurban kafshën e smut, ose të dëmtume, se ti kurbanin i ke e prejpër me avuban njerëzve, me shpërndohë. E ti tash, kur do me avon dikujna, kur dikush të jep një dhurat, me të avon dhuratën e keshe, që shduket? Me rëshen, në pasur të vendjetja jote. Po Allah se të të dhurat me endjen, dhe ka të khalefën në insane fi e hësën i takuin. Ne kemi kryu njeriu, ne kemi gritë shumë nërë të Zotit. Çfarë dhurat ashtë ndoja, durë, të kom, të syte, ne jadam thot ati 2 durë, 2 sy. Pse na nuk e falenderojmë? A nuk mendojmë ti se kam na unë vëllëva? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek Zoti kemi frikë të Allahut Kur'an. As mendojmë ti se kemi me u kthy vallëza, al-haqqu muttakathur hatta zurtum al-maqabir. Juve ju preokupoj me mbledh pasunie, me uvat dhaje, me mbledh pasuri, po ju paharoni herë me ditë se po Zotit. A ekziston Allah.
Harroni njëherë se keni më këthy dipo, keni më shku dipo. E pse pra? Unë e se pra, unë kam po debatet loja edhe me ateista, me njerëz që besojnë Zot fare. Ju kom thonë, ne se çfarë kushton në vllai ty të besosh Zotin? Që kushton 20 minuta për jusit. Çfarë kushton ti? Po ne se s'ko ka bota për te me hesh me marrim shembull. Hajde të marrim shembull. Çka të kushton ty? Për ti me besu Zotin, me besu botën e përdejme. Edhe nëse nuk ekziston, ti shi të argotin. Ti ju regjys si ke që të argotin një lojë futbollit plot për pikë qepit. Pse nuk pesha 20 minuta për pikë qepit? Për Zotin, për Krijuesin. Allahu pra, Zoti i gjithësisë, Zoti i kosmosit, i krijoi gjallësat, i krijoi partitë, i krijoi kopsht, i boni ato për ne si ushqim, që të ushqehemi, e bani ujtë për ne, sulli. Wanzalna minas samai ma'an, dhe zbriti për qiellit shiun dhe për tokës burime, me të cilat ne shërbehemi. Dhe haxhi, sot pra këto ditë, si që thamë, bëhet haxhi, el hajjul mabrur, pra haxhi pranum, lejse gjazau illa gjenne, pra nuk ka tjetër vetë se gjennetin. Ku shkon qabe në haqë, edhe e krymë pra haxhin, ju kanë falë gjunat dhe si me palim nana dhe jërë, si thonë na. Pse i thonë na si me palim nana? Kullul me uludin alel fitre. Pra çdo fëmijë lidh i pastë se lidh me parë. Pra lidh me natyrshmëri të pastë, fitre islame. Andaj sigurisht që Zoti qofshin falë, ka të regu se fëmija i pasher, një në bashkënohë, po është ambienti, rrethi, mjedisi që ndiko, mu bo i marë, ose i prashtë, po flasë këtë zharkurin tonë, si i bojnë më betë në përdeshëm. Edhe ai, tash ndiko baba, ndiko nana, ndikoj fëmija në shkollë, më hanë, se ka fëmijë tjerë si lindi familjeve të mira së të këqija. Prandaj na kujtojmë fëmijët tonë në shkollë, kemi shef me asgjë mësuesi më të mirë, kemi shef me asgjë ku janë zonca që mësojnë më mirë paralelja ose thonë na, ose mundohem pra me zgjedh vendin më të përshtatshëm, si mos më na shku fëmia don. Pastaj Zoti don njëri aktiv. Jo për tas, me lejnë gjumë, punëtori gjuhët herët, i shën baktit herët, e prashitorën herët. Pra Zoti e dënë muslimonin e fort, dam me ecë. Nëse s'është i fort fizikisht, me konë i fort mentalisht, me konë gjithë të cili kemë profesionin tonë. Dikush është i fort në gosë, dikush është i fort në laps, dikush është i fort në llogari, të një ndonë, na e ndryshën, me konë të njësej në konë regu. Së mund bëhen të asë xhallar, asë të doktorat, të ekonomista, të jurista. Po dikush bëhen për arë, dikush bëhen për me bëhet sistemin e kalimezimeve. Këtu në këtë xhami, unë pëtu me donë diku me këta, sikur këtë xhami, dikush e ka bëhen hidroizolimi, dikush e ka bëhen instalime, dikush e ka bëhen pulmi, dikush e ka bëhen minarën. Për minarën duhet me konë eksperti se ti me bëhen minarën. Tjetëri që ti me drumë me marë, me rrdesh punimin e këtyre drojnë. Ne jemi pra njëti. Vetëm Allahu i plot fuqishëm është i gjithdijshëm. Ne jemi krijesa tonë, ta kemi nevojë për një tjetër. Dhe këtë e ka treguar Zoti në Kur'an. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Bashkohuni me zveti dhe mos u përçani. Uniteti, vallahi po duam ja tregu disa me kam kallzu këtë rast e kam kallzu edhe në Verdjet Belgjikës. Një xhamati, edhe për të bërë edhe juve se vlet me ditë ju këtë gjë. Ju e ditë xhamin e Bunia në Siokone vjetra, dikush për jo shetë. A dini që shumë marrua e xhamin? A do me ditë që shumë marrua, që shumë marrua e xhamin. Vallahi burrat e ati veni, i kanë marrë gurt në lumë, edhe i kanë boj o bërë reshti simetrik,
linear, edhe dhon njëri tjetër në shpinë gur, ding, e kanë bo xhamin me gur, dikush lloçin ato tak, e kanë bo xhamin vet vallallë. As ka thirr arab, as kërko vet me krot vet e kanë bo xhamin, e kemi xhamin alo xhamin e gurit. Pra këta kon burra kanë pas besim te Zoti. E besimit e Zotit për te Allah i kofshin fal, është se pra besimi tek Allahu i kofshin fal është se do të pas fuqi, ha? Do fuqi ky besim. Do fuqi me koni pojnë në universitet. Ha? Do fuqi me zonë sportist me koni, i pojnë në zonë finishin. Do fuqi me lezu shumë, për shemë të atrin që në erën tash, ta do të me lezu shumë, me mësue, se na si vend i vogël këtu, si malësi, na nuk kem ku me di qka me farë industrijet madhe, na këtu duhet veç me dhonë përparësi dijes, më ngrit nivelin e dijes, se nuk kem populat shumë, nuk kem zhvillim. E zhvillimi vje vetëm me ide, me përparim, me prodhim. Islami nuk do të vetëm adhurim, do të edhe prodhim, ha? Kur e pyetën Muhamedit alayhis salam, çka është prodhimi ose adhurimi në fund? Tha dhe me nuk mu martu me marrë është ibadet. Edhe me i bo hizmet baktive është ibadet. Edhe me mësu në shkollë është ibadet, është adhurim. Edhe me shku me falë gjumon, me do 20 minuta për gjumon, është ibadet. Për baram është ibadet. Pra është adhurim. E këty kur e adhuro e një Zotin, atër edhe me njës ki me konë në razi. Ha? Sepse është një lidhje treshe. Janë treshe, pra, lidhje treshe. Lidhje Zot, njeri. Ha? Shikone pra, njeri, Zot. Kur ti jenë këtë trinëm, i lidhën, fuqishëm, atëherë, Zoti i qofshin falë, do të apërsos këtë shëqëri dhe këtë ta. Se ju e dini shumë mirë ku shofanë Muhamedi a.s. e ka poshtu botën, po thëmë poshtu në thojza se e ka qiru botën për jërësirës në drejtit. Pra, Allahu është ajë, Zoti që e ka në portretin ati, me ndjerë njerës. Sultan Mehmet Fatihu e shirë Istanbulin 20 vjetë që fa. Pse tha une e lexoj hadithin e Muhamedit a.s. Tha, e mirë është ajo ushtri, e i mirë është ai pres si shkojnë e shtirat dem. Tha, pse mos me konën e shajt? Pse se bëni edhe u pyetje jotri? Neil Armstrong i hypin hanë. Pse mos me hypë në dhune në hanë? Pak po dojmë imagjinatën e shturën. I pari fitoj thot çmimin për fizik në Amerikë. Pse unë e si i mos më ballë unë me fitu çashmin? Ja unë e më shqiptar jam i përbuzën. Ja nuk je i përbuzën, po ti vetër ka e të përbuzën. Pse? Se kur ta jetë dikush i hipër, ti nuk e lexon. Ose, kur ti shkon në shkollë, nuk mëson, veç e nëse bankën si thonë. Prandaj, ky islam, ky din, është dinul nasiha, është dini i këshillave. كنا لمن يا رسول الله لله ولرسول وللأئمة المسلمين وعماتهم. I thanë, feja është këshill, thanë është këshill për Allahun, për të dërguarin, për librin e tij, për prisat e jush dhe për pra njerëzit e thjeshtë. Pra kjo feja është këshill. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minun, për kujtëse për kujtimi bën të bi musliman. Pra qëllimi arjes tonë këtë botë nuk është veç me hangër me pi, me këshyrë televizor, me pi çaj, me pi kafe, edhe kur vjen momentin me dek me një. Ose me orë në xhami, me u dhjetë dikur sot për shembull në Baram ose në Xhoma, çka foli u, vallai se di çka foli. Mali me një gjë. Nëse nuk e dini çka foli atë që tash, mali me çdo kritika. A mundi mali me çdo kritika? Pika numër 1. Silluni mirë me prindërit e juaj. Pika numër 2. Dini se Zoti është ju këshirë, kudo që shkoni, kudo që esni. Pika numër 3. Kujtoni Allahun, lutuni, bëni dua.
Mështetni Allahit dhe punoni dhehsin tokën e tij. Çdo të vita, më kanë ndan. Vallahi njënën për tyne me vome e praktiku gjenetin e vitën. Shka një mojë ma shumë në poleq. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Unë nuk e kam kriju gjend dhe njerëzit për tjetër vese me madhuru mu me mboj ibadet. E adhurimi, si që thash, nuk ka vetëm mu farë. Adhurimi është rrugsh, i e ka kosit, ose i e ka prashit, me thonë subhanallah. I lavdrum që të Zoti. Me thonë alhamdulillah, faleminderit Zot. Me thonë Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Je aty ku prashit, ai sot prashitin, ose të kositin, një dhomën e kosët dhe ahnonë. E pra, po ku është kjo gjuhë? Pse të flisë gjuhën tonë? Zëvendësoje gjuhën tonë me ilaç, jo me helm, mos u bë si gjarpën. Se gjarpë nishet veç helm përvoje. Bënu e kundërt e gjarpit. Bënu ilaç, bënu mjek, bënu farmaci. Ha? Mos u bë helm për njerëzit. Mos u bë helm maspori për veten tonë, se gjuha është pasqyrë e shpirtit. Gjuha është pasqyrë e shpirtit. Gjuha pasqyrë e mendjes. Ka shtu një dietar islam një libër edhe për mufren edukata e besimtarit muslimanit. Ne jemi një në anë me njerëz, pra kemi një në anë musliman po intelekt. Po kemi një tjetër në anë jo musliman me intelekt që po ja mujnë ty në musliman me me, po intelekt. Pra neve na duhen, më falni që po shprejnë ashtu, neve na duhen rini e shkollume dhe jo rini që për 2 muaj hin fe edhe bëhet s'di çka me thallë. Hin fe për 2 muaj dit vjen tjetë mësim, mirë mësim mërë si jëmë se 15 vjetë kam e në këtë punë, edhe thotë në s'di kur që, pse? Andes të kam një shprejhe bukur. Thotë, dituria e kokë të me në shatë. Thotë, unë e kom lecu shqip liber, po mirë më rëzotni, po unë kom lecu një liber, pra, për me orë dhe i kësaj problem. Ti ke lecu një liber, ata shumë bo një mesh në bëjes, me një malsia. Iblisi ju e dini, pa që në shejtoni më humë, që i ka hukë gjenitin për me një malsi. Tërmojën të kanë me një malsi shumë, kanë pangalek shumë. Ja bën një mëherë, thot he, kur zhahish. Ja bën një mëherë, he, kur zhahish. Ku met? Ajo burria që kanë pas për tonë. E burdhonje një pritja. Ja besë me pritja ta ishë mutime, se s'ma dherë. Ta dhe Zoti e maspori se për rëbë të bojnë që ka të bojnë. Po ta di njerë Zoti maspori, bojnë për Zotin. Se Zoti është i madhe e shetë, mos kujtoj që nuk shetë. Ajo koma që është përbal nesh, është i super komër shumë e madhe se nga përcjellë gjithë mu. Edhe ka do që të shkojmë, ka do që të necim, ku do që të shkojmë, vallaj të me ditë se Allah e egzistan. I qofshim falë të madhe të Allah, kena me dhejë për një, kena me të këtë Zotit. Po beri hesha dhe të la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, nuk ka zë tjetë që meriton të adhore përveç një Zotit. Beri hesha dhe edhe thoni vëllë kebirullahu tekbira, hajde thonë bashkash. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, wallahu Ekber, wallahu Ekber, wa lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, wa lillahil hamd. O Zot, ti je i madh, ti je i madh, ti je i madh, nuk ka të adhurum tjetër përveç teje, vetëm ty ta kanë falëndërimi, kështu po thënë. Pra kështu është në gjuhën tonë tamel shqipe. Pra kjo është kuptimi i kësaj që thash tash. Tash miliona, mos të miliarda haxhi i bajnë. Janë miliona xhami tër tokën sot që i bajnë këtë gjë. Shikoni pra
atë mirësinë e Allahut të lëshan që ja jep insanit dhe ja jep robit pra këtë mirësi dhe këtë mirë që jep Zoti pra krijesave të tij. Dhe ne duhet të falenderojmë Allahun të lëshan dhe unë e kam një farë këshille për ju. E kam një këshill për ju si prind. Të ma dëgjoni mirë këtë këshill si prind. Vallahi, nëse ndoni këtë këshill teme, kam ju dalë një. Nuk kam ju dalë kesh, të një të minë. Mërë në fëmijët e ju. Mos i dini fëmijët e ju mu ba dru për alkohol. Mu ba pianeza. Mos i dini fëmijët e ju me pi drogë. Mos i dini fëmijët me shkuta. Edhe ju rini, mos shkoni mas kësaj pune se vallahi kini mu shkatru të në aspektet jetësore. Kini me marë fondë si të ri, kur s'keni me ditë me formu familje, kam ju marë nëse të më të tre. E u bilahi në shëjton rëqi. Andaj si preziri, lecën e Kurani. Hini në internet, një kush për ju shkoj internet, nëse shkoj internet, hini me përqenë në internetit, me shkrune. Për shemë që mundi me më gjithë mu me në internet shkoni Arbër, Berisha, Imam, Arbër, Berisha, në YouTube, në internet, të një në internet. I këshirë një kontore, ka 1 milion shikusisht ishe, e 5 milion e 6 milion. Hinë herë më bëjë fjallin e Zotit, në i dokumentar për fejë, në i gjanë, me lidi shka mu eduku pak, me pasi farfrim edukate. Jo droge, prostitucione, alkohole, qysh do të me ndërtu familjen ashtu? Qysh do të me ndërtu familjen ashtu? Po flasë këshillat përgjithshme, se do ta më edhe hyrë dhe shkurt sa për paramë, se po flasë gjonat përgjithshme. Qysh do të me ndërtu familjen, kur thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jem ardhur me përsos tek ju virtytin moralin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po që atë mëshirë e Zotit qoftë dikta. El-Kur'an, pra ka qenë Kur'an, ka qenë akhlak i tërë, Kur'an që të jesë në dy këmbët e tij, pra kana khuluquhu el-Kur'an, pra ka qenë morali i tij Kur'ani vet. E thash edhe do ta them disa herë. Ju si të ri që ku janë Kur'anat shqip, do që aja të ka një libër pas e këtu, disa të tushka të lexoni. Lexoni, mësoni, studioni, vallahi, nëse mësoni, studioni, hesni përpara, gjallëni, kam janë pohajnë edhe familja ju, por edhe njerëz në përgjithësi. Unë po du me të regullat dhe vetës një, ku shemë. Unë jam imam Arbër Berisha, kam një doja, tu në Malsin Gjakos, jam njës që është mi, kam shku në shkollë, kam kry me dresene, mes Malaudin, Prishtinë, jam njës mi, kam ledzu, kam studiu, kam kry 2 fakultete. Nuk e kam unë për mu më burë, pa e kam për ju, fmi, me më dëgju, edhe ju të rinj, e ju familjarë që fmit e ju, që rrep një orientimi. I kam kry 2 fakultete, fakultetin teologjik edhe një fakultet shkencor, Universitetin e Prishtinës, kam kry magistraturë. Jam autor i 4 librave, të 5 e kam ndërshkrim, gati në përfundim. Njëhtën Evropa, mos të mbota. Për mirë, për marë. Pse ju nuk e njek një rrugën teme? Shka ju nga juve? Vallaj kam dalë për i loqit. Edhe kam marë për i loqit. Po e thëmë, në 2 kuptime kam dalë për i loqit e marë për i loqit. Në 2 kuptime për e thëmë, se na e mbriju për i dhejl, e para. Por edhe dyta kena dalë për i thejrëve, falë se po shprejnë ashtu, se vemi është shtu i po zhvillu. Po kom arrit. Se kom arrit? Se jom rrit me Kur'an, e kom lecu Kur'an. Kur rrëth me e njës kanë pija alkohol. Kom dalë të trapoj tjetër imame, jem ka një vit e gjys, njëzit pishin alkohol rrëth me e. E thirësha e zanit, fëmija veshin, baba si veke në rami. Ta shumë s'du t'ja u përsejtë. Alkoholi ne kanë pija dhe sahabet edhe shofë i Muhammedit a.s. S'po t'u ma kusu kur ka. Po,
Pse ti nuk po vjen deri te momenti që me kuptu se e ke shkatërruar organizmin tënd, ha? Fëmija ty në 110 vishën xhami e fëmi, baba nuk vete kohë. As baram, as gjumë, as keq. Hajde të vejtë piraki, ha? Piraki, po hajde në xhami, që s'po vjetë? Unë s'po të dalej rakin, se unë s'kom drejt me të dalej në piraki. Zoti po të Kur'an. إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجز من أعمال الشياطين فاجتنبوه لعلكم. Me të vërtetë të nishin deri të alkooli, falli, dëgjosi, dotër, kishin dhënë tash një vendim për mi mshejt. Po mirë po bojnë, o du të ka herë mi mshejt ato. O do është ka herë mi mshejt ato, pra dhe se ju peshini çfarë varfëri e këtu, varfëri katastrofike, miliona lek në ditë hinë në loto, në astore. Fukarëlla kime e madhe mo. T'jeni të bindur se një ditë që ato loto me i pamorë që ato porët lotove si lanë ditë, ishin ndërtu një fabrikë ose dy fabrika këtë mundësi. Edhe s'kesh pasë më pa mundësi. Se sa jetë në sa palorë, shumë pak. Si e shumë. Këtë du me thonë organizimi. Në gjami e gjoni këtë organizim. Tek njerëz që kanë nivelin tim, por edhe ka që janë edhe ma shumë nivel të lartë sa. Këtu e gjoni. Gjamit për para kanë qenë spitali, kanë qenë universitete. 800 vjetë Spanja ka qenë islam. 800 vjetë. Evropa sot, Aroplani si fluturon e ka morë pe Ibn Firnasit. Në Spanja ka morë modelin për me mua Aroplani. Lezëm, një vreziri. 800 vjetë. Bagdati ka qenë biblioteka me mëllë në botë, tash është Amerika. Kongresi Amerikan. Pe e sumojnë botën. Pse ne nuk shkuajmë mas hije së të atyre të fortëve? Nije po në mësot, a mu po asete. Me zgjurve të tyre. Wallahi, ky islam dënë buzimtare. Dënë me pas zemër, e dënë me pas burni. Se kur unë lexesha ka 2-3 metur e nuk undojsha për lexu. Pse ju brezëri mos me lexu? E me studiu, e me arë në ditë mira. E me u pohoj nona, e baba, familja, e rrejët e ambjenti ku ju jetën. Wallahi, po du me jam tërgu një rast ka qenë një djetar i luft të islam e ka pas emrin e Buhanife. Po kanë ka pas një dëqan, dveti, baba i ti e ka pas. E ka zgjenu dëqani, e ka bo matë madhe, ka hecë të ti, e ka qenë për i dëqani, dhe matë frekuntume si me ka më bramëcoj. Po atje ka qenë kufja. Edhe, e ka do pjesën përshinjën, e ka do me shkollu fëmijë. 1%, ata nëzonsat e vetë, ja u ka dhonë. Se ka pas prend, edhe ka prendët e na, si e di, si s'ka mundësi pare me i qëtë në shkollë. E la i ka do, si me thonë, 100 dirhem dinar, are, si me thonë tash këtë kohë një shumë, e konsideru shumë paresh, mi shkollu që ka të një. Vallaj, nuk ose s'ka të rektarë në Bramësur, e në qytetet tuna, që kanë biznese, vallaj të hamin drejt 500 euro, 1.000 euro popër. A dhe për shka bëna 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, një doktor shkenca me zjetë e kësa që, një e pejti i shotë. E një doktor shkenca me të pasur, ku më në u krejt ka të në me to. Në një doktor e kena pastu, edhe të bëshim të ra. Po mu bo me vjetra me qina doktora me dojë bëjtu, ashtë mrekullia. Ashtë mrekullia me. Andaj ju prije, ju prejnë, ju bëj apel thirje. Resni me Kur'an. Se Kur'ani për thot, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tanë. Lexo, studio, përdore trunin. Edhe ki me hecë për para. Kjo është ibadeti. Kjo është adhurimi. Andaj, lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na falë neve dhe familjet tona, njerëzit tonë, edhe këtë dhem, edhe çdo xhami sot që mohet, se këtu në xhamit tona, në Malsi Gjakovës, elhamdulillah, janë bërë disa xhami, janë bërë 7-8 xhami, edhe gjitha sot janë të mojë ligjërota.
Gëzohni pra. Për pora në gjami kemi posë. Tek mas në dhejt e kemi bojë gjami pra në thotë. E ka da bojnë e shërë tash. Ajo për i grej gjami tjera, bojnë tjera. Deshte ti, njerëzit ka me hinë fejnë Allahit. Ti fuqja gjumë, flejnë gjumë ti. Nërë gjumë i vjetë dita, plake, vdes, shkën vore, të zotin. Ku i ka shkëtë? Ti provimin se ke marë. Mësusit të ti që shë kry shkollën, të flejnë gjumë, detyrat këtë vërë të se ke kry. Ku bëshka tash? Ka për janë. Thët a i po feja, thët, o Zot, këthem edhe i herë bosh ma dhim do në të biher në sejde, e të falë në ty o për ju si ma mëshën. Këthem bre i herë, herë vonë, ke deke, ke mjëllë sy. Gjumi, si mjëllin sy, e i vapim syt njës, gjumi na kujton çdo natë kur bina me fjet, na kujton se kena me mjëllë e herë sy. Një herë për gjithmonë më këthy në ty. E ti, po të mjëllën syt, po të qenën syt, ti s'po me mëse. Atër shka, ku me të puna? Ku me të muhabeti? Ku me të razëllaj? Ki nuk betim, ta shkeqim se ka kriju Zoti, po është jula. E këto kodra që rritë statike, me bëmës me nejto statike të vjetë bje për mishti, kodra. E të rëtë njerë ure, bëtë këto, halako. Po Zoti ka venus regull. Shikoni pra pëmë të gjana, këtë janë regullore të Allahit. Ti si njeri s'ki regull, në familjen tonë, në gjami, në shpejt, spital, ku punën, fush, nërë, ku da, s'ki regull. Se s'ki regull, se i lërë Kuranit. I lërë Kuranit, mund të të kush më roqë, po jonë dhe musliman që nga përshu, por rike me zete, këta një. Ata se janë musliman. Ata e lërë Kuranit. Ata ka hilja në spire, në lavirja si kuna. Hilja. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush bën hile sot i nesh, largohet prej sotit tuaj. Prandaj pra, qëllimi jonë, motria, qëllimi jonë është, o njerëz, kthehuni sot sabahun për ju, mi orë dhe gjelje me ditë, po dini. Po shahadet. Ju e dini Abdullah Hoxha ka qenë imam i njohur në Malsinë e Gjakovës, edhe kur duhet me lujt me varë ditarët, i thonë vorë sa kushte i ka poshnia. Wallahi, ajo kom ka mësoj Islamin edhe vrasë me rënd ditarë. Në varë, ka mësoj një jetë. Wallahi ka shku ka luftu me sërë, dhe i Malsinë, Malazez, e më shkot dhe atje, të thonë nga i da. E o konë shqiptar, Allah e ma. Shqiptar e ka dash shqiptarin, po e ka dash edhe Kuranin, e o konë imam. Musliman. E shumë figura tjera si s'produmi për në tash. Haqije, mullaje, imam asë kina pas në këtë mënësina. Edhe i na kremu, e i na konë më të fëqishëm, edhe geografikisht i na konë më shumë të primë. Sot, kufi aty, të naun kufi, edhe në shpipur të anojnë kufi. Pra, kjo të regënë se s'kem harmonime. A më shumë bëjmë punë ku jemi 100 vjet, me prashit i ora, prashit e të ora më shpejt me 100 vjet, a me një. Për ma në mishën. As jemi ki, nuk kem bashkë në me një tjetë. Zotë ishë më mjetë, këtë lanja, një telefonat e ti, një mua vedat, një shak pak, mushë gjamia. Një njerës. Një letër për në gjithë në qytetën, ka të vëj, filan në ura falet barami, filan në ura falet gjumajës, kushta kush janë? Kushta kush janë? Shkos dhe rekojqita, të fermentat, njërë të hajnë të mërë, ki baram, që ku ki gjami të bukuroshe, edhe të imi për mërkullin. Hajnë falet baram. Kini të bimën që po baram, kur s'kena më da? Unë edhe rodën e kalume me kom shanë këtu. Baradën e kalume. Ju marë shumë herë këtu. Po baram kur s'kena më da? Se gjamin e keni. Edhe gjamia dhëtë me funksionu për baram e për gjumoa, për namazet tjera. Po problem.
Andaj unë po e përfundoj me kaq, inshallah do ta marr edhe një 15 minuta çfarë do të thonë hutben e Bayramit. Edhe do të përshëndetin e gjithë bashkë, masi të kryet prej këtyre muhabet i Josi i Fleonit, si e për gjithë të Fleonit të cili, dhe me ka një të ku shpekime në ojë në konci të qitë mund tepër, edhe unë që nga prioritetet tona, punën tonë, lexoni ka pak me dritë, merrni ka pak me përshkija, punëni, gjallëni punëni. Se Zoti e dën njerëz që janë punëtorë, e i byll e gjallëk si do të thonë. E nuk e dën ato si të gjumë. Se ki me plejnë bëllë që një gjë. E ki më dojnë për Allahit, e ki më gjumë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Me ka që përfundojmë, Zoti është përbleft në pijat e tij. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu I cili na krijoi, na përsosi si krijesa me mendje shnosh në trup shnosh. Kurse paqja që mbi Muhamedit, besnikun, të dashurin, babain, krijesën e zgjedhur në të rregullën toksore. Falenderojmë Allahun suprem I cili na mundsoi që ta përjetojmë edhe këtë Kurban Bayram, se dikuj ndoshta Allahu s'e ka mundsuar me përjetu, sepse ka ndruar dhe ka shkuar në botën e përtejme. Dhe Allahu alem, Zoti dhe mas miri se si është gjendja e tij. Gjendja e tij, pra se si do të gjykohet ai njeri, për arsye se vepra është faktori determinizues I cili pra tregon, pra është një indikator, është një tregues se robi a do shkojë në xhenet apo në xhehenem. Dhe lutni Zotin që anëtarët e familjeve tona t'i bëjë banorëve të xhenetit. Dhe po ashtu fisin tonë njerëz që na rrethojnë, që janë edhe jashtë rrugës, pra që t'i kthehen rrugës. Një dietar, një kolos I lapsit të letrës ka folur për këtë shenja dhe ka thonë që ai njeri I cili niset një rrugë drejt, pra siratal mustaqim, ai njeri pra me të vërtet do ta gjejë udhëzimin. Kërkoni pra dhe do ta gjeni. Kërkoni udhëzimin dhe Allah do t'ja jap. Thuni namaz Zotit ihdinas siratal mustaqim. Udhëzona, përforcona në rrugën e drejtë, në rrugën e siddiqinëve, në rrugën e shuhedave. Andaj besimtar, kjo është festa Kurban Bayramit, pra cilën ka thonë pejgamberi Muhammed alayhis salam, keni dy festa. Ato dy festa janë pra Fitr Bayrami, Bayrami I Madh që mbyllet kapaku pas agjerimit dhe falet Bayrami I Madh, por edhe Kurban Bayrami që u përmend në surë mjaft interesante ku thotë Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Pra, sigurisht besimtar ndershëm thotë dhe prej kurban për hir të Allahut, dhe fal namaz, fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Prej kurban, fal namaz dhe prej kurban për hir të Allahut. Kul inna salati wal nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazin,
kurbani, jeta ime, vdekja ime, çdo gjë që posedoj, është thjesht për Zotin, për Allahun, i cili ka kriju këtë univers, i cili mban këtë qiell pa shtylla. Ju e shihni këtë xhami ka nevojë për shtylla, pra, shtylla mbajt se mure mbajt se, kurse ky qiell është pa shtylla. E mban Allahu, e mban krijuesi, Zoti i njerëzimit, Zoti botave, Rabbul Alamin, Zoti botave, bota bimore, bota shtazore, bota dukshme, bota e padukshme. Dhe kur përmendet gjykimi in Allahi Sariul Hisab, sa gjykat si mirë është Allahu, kur përmendet gjykimi do të na zërë të gjithë. Inna lil hukmi illa lillah. Sa gjykat si mirë është Allahu xhalla shanuhu. Po për çfarë do të gjykohemi? Do të gjykohemi për një hadith që ka thënë Muhamedi alayhis salam. Ka thënë Rasuli: "Buniya al-Islamu ala khams: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'is zakat, wa hajjul bayt, wa sawm Ramadan." Këto janë përshtyllët e Islamit. Hajjul bayt. Çka është bejt? Çka është hajj? El-hajjul mabrur. Çka është haxhi i pranuar që ka thënë pejgamberi Muhammed alayhis salam? Sot pra, pikërisht sot po flasim, 10 vjet që ishte dita e Arafatit. Me miliona nga gjitha kandet, nga gjitha anët e botës mbledhen në Mekë. Në qape, nga dishun arabik, mbledhen pej Azis, pej Afrikës, pej Evropës, pej Ballkanit, pej Shqipërisë, pej Kosovës, pej Maqedonisë, pej gjithë rruzullit toksor, me miliona vetë tonë, lebejk Allahumma lebejk, la sharika lak. O Allah, përgjigjemi ty, ti nuk je shok, ti nuk je shok, ti nuk je shok, ti je një. Vetëm ti duhet të adhuru, vetëm në Allahun duhet betu, vetëm Zotin duhet të adhuru, ati namazi duhet të bën, ati gjinimi duhet të bën. Allah në shanuhu e dën besimtarin, e dën njëri që e ka lidh zemrën e tij me krijuesin, me Zotin e gjithësisë. A keni pa njëri në përditshmërinë, po flas në përditshmërinë tonë, sigurisht që njëri ka shumë musibete, përjetime ndryshme, vdekje, dasëm, gëzim, idhnim, po sabri, thot Allahu në Kur'an, inna Allahe ma'as sabirin. Allahu është me dërimtarët. Wa bashshiri s-sabirin, dhe përgëzoj dërimtarët. Andaj, ky din, kjo fe, ky islam, është i madh. Një dietar islam ka thënë që flas për madhurinë e këtij dini. Me 10 tjetra xhami po ndërtohen në këtë malsi. Por na nuk kena të morë mësim hala si duket. Na si duket nuk kena të ditë që kjo malsi ka pas 27 xhami. Ka pas imam dhe xhallar që në shku dhe në klavë e mundësie në Shkup e Maqedoni. Kanë shku për me përhap këtë fe e për me mbajt këtë adhej. Na nuk kena të ditë, haxhalina në gjumë, si shtot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, an-nasu niyam, idha matu intabahu. Njerëzit janë gjumë. Njerëzit janë gjumë. Kur të vdesin, pra, kur të vdesin ju dhe gjumi. Dhe sigurisht, pra, kur të zënë vdekja, ka me në dojtë gjumi, se, pra, prandaj, kur të vdesin, pra, për të dojtë gjumi, për arsye se, atër keme kuptu se fillon dita llogaris, pra, fillon takimi me Zotin, edhe prandaj njerëzit duhet ta dinë se kanë ardhur për një qëllim në dunja, qëllimi është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pra unë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë mua. E koncepti i adhurim ne kemi shpjeguar disa gjërime, në disa takime, koncepti i adhurim në kupton
në nështrim bindje ndaj sovranit. E kush ka sovranit? Në i presidenta, në i diçka, jo, sovrani është Allahu, është krijuesi i kozmosit, është krijuesi i qive, i tokëve, është Allahu xhaleshanuhu i cili pra sigurisht eleni khaliqu kulli shay, është krijuesi çdo gjëje. Dhe në shëtitjet e mia, në udhëtimet e mia që kam bërë në Evropën, në Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, fshatrat tona, në vendin tonë, kom arrit me kuptu se era po vjen tjetër qysh. Ne e thonë po vjen era islam. Xhamit, njerëzit po i kthehen fest. Ju e dini çka kena hek na desa është byll çdo xhami, është katru çdo xhami, është prish çdo gjë, është rënë çdo gjë. Çdo institucion është prish për ato objektet ku madhrohet Zoti, përmendet Zoti, ku vijnë me lajket, ku prezentojnë me lekt që janë krijesa për dritet po gabushme, vende ku edukohet fëmia jonë, vende ku në xhami e merr edukatën, qysh me respektu nënën e babën, qysh me meru fisin, qysh me vizitu farafislakun, si thot pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, wasilu al-arham, dhe vizitoni fisin, akarbullakun, majni lidhjet farafislore. A keni pa njëri i cili ka çrregullim familjar në familjen e tij? A ki po, nuk shkon kur me pa miqën e vet, dajën e vet, hallën e vet, tezën e vet, njerëzit e vet. So mirë as me nanën e vet, as me babën e vet. Po ai mas pori so mirë as me veten e vet. Ha? Ai ka probleme me veten e vet, kur ai nuk e din ku ka nanë, ku ka babë. Ku nuk e merr nanën, kur një njeri erdhi te Muhamedi alayhis salam, njeriu më i fuqishëm rruzull toksor, që thot Zoti për ta në Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ai ka ardhur mëshirë për bën njerëzimin. Subhanallahu, pra është muhabit e mujudit. Pra, kur erdhi njëri tha, kush më shumë ti meriton më kujdesun ndaj saj? Tha, kale thume me kale ummuk. Tha nona jote, 3 herë tha nona jote. Kale thume me kale ebuk, tha pastaj baba jote. Unë e kom tregu një rast një dietar i njohur, Muhammed Mutabwil al-Sharabi. Ai ka qenë një dietar egjiptian, edhe ka shkruar me 100 libra. Edhe e thirrën disa gra amerikane atje në Amerikë me majt një fjalim për gratë. Qysh grupja me ndikuar në shoqëni me edukimin e brezit, nanave. Edhe zbret për aeroportit. Kur zbret për aeroportit, zbret ky ish 50 vjeç, nanën rreth 50 vjeç. Edhe ky për mua nanën e vet, ajo menzi si tuk majt ai për grahin zbret në aeroport. Ja në çoj makinën. Kur zbresin hin në odën apo në vendin ku do të majt e fjalimin. Edhe jo pru ka i vlan që shtu me pi. Edhe çka ndodh? Piket pra. Sigurisht pra, edhe kur piket e fshin në vindin ty. Edhe i thot, çka është puna, çka është puna? I thot ajo gruaja, pra i thot, kush është kjo plak? Ha? Kështu i thot ajo gruaja. Thot vallai, thot këso plak. Kjo më me. Edhe këto e pushon. E marr gjithë ku me ditë. Edhe pse është kaq e vjetër në marr se tu, si 2 dritat e syve të mi. Ashtë nëna jenë. Edhe absolutisht pra, këto gra tha s'ki nevojë me fol heqmo. S'ki, e majtë fjalimit, me një vizje, me një potez, e kryte, ma beti. Tha nënat tona, që e shmon tha na? Tha nënat tona, tha i shtim, tha, i qojmë në zilë të peshve. Edhe tha, qka bojmë tjetër, tha, i lom nënat tona, tha, me dek, tha, në vetmi. Vallaj ka kalzu një shok jemi para 2 javë isha në Belgjik, një gjigjerat në për xhamit e Belgjikës, edhe në Bruxelles. Më ka tregu një rast shokus, një shok që punën këtë zjafeks. Tha, kena hinë, tha, mrejta një shtëpi atje. Edhe tha, kur qenë tjera, tha, në nëzisi i mara mirë. Tha, shumë këshë me i fteatën e i gjënë. Tha, jo, vallaj, tha,
po një grua tha, plak, tha ka deka, të kanë lanë fëmija 8.000 në shtetë, kur këtu mos u interesu për nëmë dhe. Ka vdek, tha, edhe kish vdek dhe, kur des njëri ka herë, mrina fatin e ka pas telefon as kur që janë. Tha edhe kish vdek ka 17.000, tu mos u kujdes për prindin. E çka thotë Zoti në Kur'an? Thotë mos ju thoni as uf, as of, as ai si ja bojnë këtu prindit. O Zot mos e di atë kur që neve më na bëj kështu fëmijë ju. Prandaj për mos me ora e kur që më na bëj fëmijë ju që ashtu na duhet me mësu Kur'anin, me lexu Kur'anin. Jo vetëm me lexu si roman, po me pas edhe në gjuhë shqipe, në shtëpi. Kur'anin me lexue. Ju e dini çka bojnë për shembull krishterët. Ata gjithmonë e shkruajnë, për shembull, ku hinë zyret tyne e shkruajnë ka një pjesë të Biblës, ose në kompjuter e në desktop kompjuter e lënë një verset biblik. Pra, në stadiume, imagjino, një protestant në stadiume ka 500.000 vjeta vinë dilëve. Na një gjumua kemë edhe shysh, kur shysh. Një baran e kemë edhe shysh, kur shysh. Dhe me thonë, mos mu di, pashaporte, një identitet ka në shkrumë se i e musliman, një baran se ma që shkrumë. Një gjumua se fojnë. Ata krejt i kanë punë në ditën e dile, krejt shkojnë në kishë ose aty në barësit e tyne protestante. Edhe marin të tanë me vitin dore, marin ditën. Na sopi në sheshet, Malsi Gjakovës ke mërë dikush Kur'anin. Me ba diko ke mërë dikush Kur'anin talën me të. Disa për njëra të atë. Talën të ku ka bo hoqë. Po në ko mërë bot hoqë, e mu bo hoqë, po është puna sa është fjallë e Zotit, fjallë e brendis. Po shqipare. Unë e kom kryjë edhe i fakultet e ekstra, e kom kryjë magistraturë, po e du fete, e respektaj. Edhe kërnojnë asje musliman. Sa është fe e miljarda njerëzve në bruzën të kësurë. Fe e miljarda njerëzve. Do me thonë, ti automatikisht, kur bësh musliman, ti automatikisht je i lidhur me miljarda njerëz. Je i fort në këtë rast, pse je i lidhur me miljarda njerëz, që do me thonë, nuk kanë i lidhur me miljarda njerëz. Në këta miljarda njerëz, me qindra me mija e biznesmena, me qindra me mija e doktora shkencave, ti s'po dëshke me posi ta, ose s'po dëshke me në shku për mas tyna, e nëse s'do më shku mas kujtë më shku. Shikoni këtë gjami të bukur që keni këto në fshat. Keni të bindur se këtë gjami është baruar nga Arabia Saudite. Por në ndërmjetësues janë shqiptarë. Ata që kanë kryer shkollë dhe kanë shkrimë për kryerin e shkollës. Edhe, po mos kishin qenë ta shqiptarë që i keni ju, pak, aq sa i kemi. Nuk do të ishte po kjo bukur është. Në fshatin ju. Andaj, gjithë të cili ka marrë pjesë, edhe kërë blok i fshatit, edhe ju dhe si banore, si fshatorë këtu, keni marrë pjesë, jeni mundu i fjallë mirë me thane, një mbështetje, jemi sigur për këtë gjëna. Po, tash xhamia u ndërtu. E tash xhamia dënë ka jenë gjumove me arë. I ti, është vëllaj, të na punë ti ka rratë ditë gjumove. Të në gjumë i ka rratë ditë gjumove. Të në punë që kanë grumullu qatë ditë, të në biznesë qatë ditë i kam. Sa si ki vetën e të hanën të martë të mërgurë, shtume, dile. Pra, i ki 24 orë dispozicion. 24 orë, namazin po 5 minuta. 5 her 5, 25. 25 minuta kryusit, Zotit gjithësis nuk e përshta. Ti ka falë Zotit dhe 23 minuta, do më thënë 23 orë e gjys plus 5 minuta. Pra, ti nuk je ke kushtë Zotit tënë që të ka kriju të qofshin falë. Të ka kriju edhe ta ka dhënë shpirtin në barkin e nëmës tamë. Prandaj, unë sot du të flasë për kurbanin, për deri sa jemi kurban Bajram, e thash një jetë kuranore pra se dhe prej kurban për i Zotit të Allah në Kur'an, kurbanin normal duhet të kanë i pastër, me kanë i rregullt, i pa shkum, i pa dëmtum, i pa qalum, jo i smut, me kanë bosh madhore si themi na. Më thonë për këto gjane në vaja, biqat e këto qajmë, duhet me kanë 2 vjeqare këto tjera, delme të dashi këto
do me thonë mujnë edhe mosh matut, edhe me konë pra i rritur, i bëshën, edhe i bajtur, nga kuptimi, po thonë se nuk bëhet kurbani, me po kurban kafshën e smut, ose të dëmtume, se ti kurbanin i ke e prejtur me avon njerëzve, me shpërndohë. E ti tash kur do me avon dikujna, kur dikush ta jep një dhuratë, me ta avon dhuratën e keqe, që shduket? Me rëshën, në basute me vjetja jote. Po Allah se ta ty dhuratë me endjen, dhe ka të khalefën në insane fi ahsani taqwim. Ne kemi kriju njeriu, ne kemi ngritur shumë lehtë të Zotit. Çfarë dhuratë ashtu ndoja, durë, të kom, të syte, ne ja dham thot atij 2 durë, 2 sy. Pse na nuk e falenderojmë? A nuk mendojmë ti se kam na unë dhe jo? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek Zoti kemi frikë të Allahut Kur'an. As mendojmë ti se kena me u kthy vallëza, al-haqqu wat-takathur hatta zurtum al-maqabir. Juve ju preokupoj me mbledh pasurie, me ubat dhaje, me mbledh pasuri, po ju harroni herë me ditë se po Zoti. A ekziston Allah? Harroni një herë se keni më kthy diku, keni më shku diku. E pse pra? Po nejse pra, unë kam po debatet dhaja dhe me ateista, me njerëz që besojnë Zot fare. Ju kom thonë, nejse, po çfarë kushton Allah ty të besosh Zotin? Çka kushton 20 minuta kryusit? Çfarë kushton ty? Po nejse s'ko ka bota për te me hesh me marrim shemë. Hajde të marrim shemë. Çka të kushton ty? Për ti me besu Zotin, me besu botën e përdejme. Edhe nëse nuk ekziston, ti që të argotin? Ti nuk rëgjys si ke që të argotin një lojë futbollit plot për pikë qepit. Pse nuk peshe 20 minuta për pikë qepit? Për Zotin, për kryusin. Allahu pra, Zoti gjësis, Zoti kosmosit, i kryoj gjallesat, i kryoj partit, i kryoj kopsht, i boni ato për ne si ushqim, që të ushqehemi, e bani ujtë për ne sulli. Wanzalna min as-samai ma'an, dhe zbriti për qiellit shiun dhe për tokës burime, me të cilat ne shërbehemi. Dhe haxhi sot pra këto ditë, siç e tham, bëhet haxhi, el-hajjul mabrur. Pra haxhi pranum, lejse jazau illa janna. Pra nuk ka tjetër veç se xheneti. Ku shkon qabe në haxh, edhe e kryen pra haxhin, ju kanë falë gjunat dhe si me palin nana dhe jërë, si thonë na. Pse i thonë na si me palin nana? Kullul me uludin alën fitre. Pra çdo fëmijë lidh i pastë se lidh me morë. Pra lidh me natyrshmëri të pastë, fitre islame. Andaj sigurisht që Zoti qofshin falë, ka të regu se fëmija i pasher, një në bajinanë, po është ambienti, rrethi, mjedisi që ndiko, mu ba i marë, ose i prashtë, po flasë ke zhargurin tonë, të si bojnë ma betë në përdeshën. Edhe ai, tash ndiko baba, ndiko nana, ndiko i fëmija në shkollë, më hanë, se ka fëmijë tjerë si lindë i familjeve të mira së të këqija. Pra ndaj na ku qëjnë fëmijë të në shkollë, kemi qef me azbjerë mësuesi më të mirë, kemi qef me azbjerë ku janë zonësat si mësoj më mirë, paralelja osi, ose mundohem pra me zjedh vendin më të përshtatshëm, si mos me nashku fëmija dëmë. Pastaj, Zoti e dënë njerën aktiv, jo për tas, me të lejnë gjumë, punëtori gjuhët herët, i shën baktit herët, e prashitarën herët. Pra Zoti e dënë muslimonin e fort, dam me ecë. Nëse s'është i fort fizikisht, me ka një fort mentalisht, me ka gjithë të cili kemë profesionin tonë. Dikush është i fort në gosë, dikush është i fort në laks, dikush është i fort në llogari, të një ndonë, na e ndryshën, me ka në të njësej në për regu. Së mund bëhen të në asë gjallor, asë të në doktorat, të në ekonomista, të në jurista. Po dikush bëhen për arë, dikush bëhen për me bëket sistemin e kalimesimeve. Këtu në këtë gjami, unë pëtu me donë diku me këta, sëkur këtë gjami, dikush e ka bëhen hidroizolimi,
dikush e ka bo instalime, dikush e ka bo pulmi, dikush e ka bo minarën, për minarën duhet me kon eksperti se di me bo minarën. Tjetëri që di me drumë me marë, me rvesh punimin e këtyre drujme. Ne jemi pra njeki. Vetëm Allahu i plot fuqishëm është i gjithdijshëm. Ne jemi krijesa tonë, ta kemi nevojë për një tjetër. Dhe këto e ka treguar Zoti në Kur'an. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Bashkohuni me zveti dhe mos u përçani. Uniteti, vallahi ku du me jam tregu një sen me kom kalzu këtë rast me kom kalzu edhe në Verdjet Belgjikës. Një gjemati, edhe për jau tregu edhe juve, se vlet me edit ju këtë gjahë. Ju edit e gjamin e bumja në si okone vjetra, dikush për jo shetin. A edini që shumë marruaj e gjamin, a do li me edit që shumë marruaj, që shumë marruaj e gjamin. Vallahi burrat e ati veni, i kanë marrë burt në lumë, edhe i kanë o bërë reshti simetrik, linear, edhe dhënë një tjetër në shkinë burt, ding, e kanë bërë xhamin me burt, dikur shloqin në ton tak, e kanë bërë xhamin vetë vëllai. As ka thirr arab, as kërko, po vetë me krot vetë e kanë bërë xhamin, e keni xhamin alo xhamin e burit. Pra këta kon burra kanë pas besim te Zoti. E besimit e Zotit për te Allah i kofshin falë, është se pra besimit e ka Allah i kofshin falë, është se do të pas fuqi. Do fuqi ky besim. Do fuqi me pa një pojnë në universitet. Do fuqi me zonë sportist me kanë, i pojnë në zonë filishën. Do fuqi me lezu shumë, për shemë të atrin që në erën tash, ta do të me lezu shumë, me mësue, se na si dhe me vogël këtu, si malësi, na nuk kem ku me di qka me farë industrijet madhe. Na këtu duhet veç me dhonë përparësi dijes, më ngrit nivelin e dijes, se nuk kem populat shumë e nuk kem zhvillim. E zhvillimi vje vetëm me ide, me përparim, me prodhim. Islami nuk do të vetëm adhurim, do të edhe prodhim, kur e pyetën Muhamedit alayhis salam, çka është prodhimi ose adhurimi pyetën ku? Tha dhe me grup mu martu me marrë gruaj, është ibadet. Edhe me i bo hizmet baktive është ibadet. Edhe me mësur shkollë është ibadet, është adhurim. Edhe me shku me falë gjumon, me do 20 minuta për gjumon, është ibadet. Për baram, është ibadet. Pra është adhurim. E këty kur e adhuro, e një Zotin, atër edhe me njës ki me konë në razi. Sepse është një lidhje treshe. Janë treshe, pra, lidhje treshe. Lidhje zët, njeri. Shikone pra, njeri, zët.